Kryeministri Edi Rama deklaroi se vendimarrja e parlamentit për çështjen e imunitetit të zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës Belinda Balluku nuk do të ketë asnjë ndikim në progresin e Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Në një konferencë për shtyp, Rama foli edhe për reagimin e ambasadave të huaja lidhur me këtë çështje, duke theksuar se ka zhvilluar diskutime me përfaqësues ndërkombëtar dhe se vendimarrja e institucioneve shqiptare është brenda standardeve ligjore. Nuk ka asnjë frenim në rrugën tonë të pandalshme drejt antarësimit plot në Bashkimin Evropian, konstruktive, nuk ka pasur absolutisht asgjë, jo si ato që janë thënë, po të ngjashme me ato që janë thënë për sa i përket tensionit apo presionit apo kërcënimit. Këto janë gjëra që nuk ndodhin në ato nivele ku bëhen këto diskutime. Sipas tij, kërkesa e paraqitur nga SPAK për heqjen e imunitetit të deputetes Balluku nuk përmbush kushtet minimale për t'u pranuar nga parlamenti, pasi në materialin e paraqitur nuk ishte ngritur një akuzë konkrete për korrupsion. Në këtë rast nuk jemi përballë një çështje korrupsioni, sepse vetë prokuroria nuk ka ngritur një akuzë për korrupsion, por jemi përballë një çështje në hetim, e cila mund të hetohet lirisht pa as më të voglën pengesë dhe e përsëris atë që thash edhe përpara grupit parlamentar, unë inkurajoj prokurorinë që të ndjek dhe të hetoj të gjitha pistat ku mund të mendohet se mund të shfaqet gjatë rrugës ferra e korrupsionit. Kreu i qeverisë njoftoi se shumica socialiste do të miratojë edhe ndryshimet ligjore që lidhen me pezullimin nga detyrat të zyrtarëve publik që janë në hetim penal, me qëllim qartësimin e procedurave dhe standardeve në këto raste. Ndjesi të tonit të një fjalie, mendoj që nuk është puna e SPAK-ut të i thot Parlamentit të Shqipërisë çfarë do të bëjë Parlamenti i Shqipërisë. SPAK-ut të shohi punën e vet. Ju flisni, nuk besoj se ka të bëjë me raport. Ai është një ndryshim i domosdoshëm që do bëhet, siç e kemi thënë, dhe është në proces dhe do votohet. Nuk diskutohet fare. Nuk ka shans që të ndodhi më në Shqipëri që të çohet një prokuror me gjykatës pezullojnë funksionet vitale të qeverisë. Rama komentoi gjithashtu edhe projektin për portin e ri tregtar në Porto Romano, duke theksuar se as Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe as Bashkimi Evropian nuk kanë ushtruar presion lidhur me këtë projekt. Në momentin e fundit, kompania që ka kaluar gjitha fazat dhe duhet të bënte ofertimin e fundit, është tërhequr duke ju referuar situatës krizës. Nuk kemi arsye që të shikojmë mbrapa ndonjë gjë tjetër ne vetë personalisht. Nuk kemi të dhëna që kompania është ndodhur në ndonjë presion. Por absolutisht jo presion. Po s'ka pasur asnjë shqetësim të shprehur as nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, as nga Bashkimi Evropian, as nga askush. Një koment kryeministri e bëri dhe për takimin që ka zhvilluar me ambasadorin amerikane në Greqi, ndërsa u ndal më gjatë edhe tek situata e çmimeve të karburanteve në vend. Rama theksoi se qytetarët shqiptar kanë nevojë për një treg nafte më të përballueshme se ai aktual. Ne në ligjin që është në konsultim publik, mos gabohem, e kemi përcaktuar që rezerva duhet shkoj në 3 muaj, por në ndërkohë kjo nuk mjafton më tani. Nuk mjafton më si masë sigurie, se mund të jetë thjesht një masë e mjaftueshme për momente të tilla, por ne na duhet të shkojmë përtej sigurisë, ne do duhet të shkojmë tek ajo që qytetarët ndjejnë dhe që ajo qytetarët meritojnë të kenë. Një treg nafte më i përballueshëm se sa tregu i sot.